Federata Shqiptare e Notit nderon ish notaren Vasilika Beja me titullin Nderi i Notit Shqiptar. Vasilika Beja gjatë gjithë karrierës së saj në vitet 1980-1990 ka thyer më shumë se 100 rekorde, ndërsa ka marrë pjesë në 3 Spartakiada në vendin e parë, si dhe në 4 maratona ku ka zënë vendin e parë. Gjatë interviste për Blu Televizion, Beja shprehet falënderuese, ndërsa kujton fillimet e para të Notit kur ishte ende fëmijë. Për mua është një kënaqësi e madhe sepse kur thot një fjalë më mi vonë se kur, dhe kam treguar me fakte dhe me rezultatet, dhe është një kënaqësi e madhe për mua dhe për gjithë vlonjatët dhe për gjithë Shqipërinë. Kënaqem dhe dua t'i lë fëmijëve të mi një kënaqësi që ka ardhur me shumë punë dhe të krenohen me mua për vlerësimet që po më bën federata. Kam filluar Notin që 11 vjeçe dhe pasi më panë që kisha talent dhe thyeva rekordet e para të fëmijërisë dhe kalova direkt në moshën 12 vjeçe, kalova direkt me ekipin e të rriturave. Aty pastaj filloi karriera ime ku mora pjesë gjithnjë në stilin e lirë në gara 200, 400 dhe 800. Për 12 vjet gjithnjë kam qenë kampioni dhe për 12 vjet çdo vit thyeja nga 3 rekorde. Që do të thotë kam më shumë se 110 rekorde gjatë karrierës time në këto gara. Në jetën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo thotë se jeton me kujtimet e Vlorës, të cilat lidhen pasgjithmërisht me sportin e Notit, ndërsa tregon se si në pjesëmarrjen e saj të parë në një maraton vetëm me djem, ajo arriti të dalë fituese. Gjithë fëmijërinë dhe rinin time kaloja me stërvitje shumë, e larguar nga familja, gjithë qënimi im ishte të stërvitesha, të nderoja qytetin, të nderoja Skelën, sepse aty u linda, aty u rita dhe këto kujtime nuk mund t'i harroj. Vërtet jetoj jashtë, por mendja dhe zemra janë në Skelë. Tani unë kam pasur dhe 2 rekorde, kam bërë dhe 4 maratona, kam bërë një në Shirok Bun gjithmonë e para dhe kam lënë shumë larg, kam bërë maraton Skel u i ftohtë 3-4 kilometra, mund të kem bërë dhe 3-4 të tilla, dhe më kryesorja që do ngelet në histori, që mbas shumë vitesh, mbas 30 vitesh nuk mbaj mend që nuk ishte bërë asnjë femër maraton. Dhe ju futa rastësisht, se nuk ishte planifikuar nga federata, dhe erdhën një grup çunash të grumbulluar notar nga gjithë qytetet që kanë notë, s'kishte vetëm Durrësi, Saranda, Vlora ka patur notar shumë të mirë dhe pastaj u bë Shkodra dhe u bë dhe një pishinë në Elbasan, dhe erdhëm për të bërë se kush e kishin planifikuar nga federata dhe ne i shoqëruam deri në Karabron. Aty u futëm kot rastësisht dhe e mbarova dhe dola e dyta nga çunat me 1 orë, 3 orë e 15 sekonda. Ardhur me pushime në Vlorë, Vasilika Beja nuk i mungon detit asnjë ditë, ndërkohë që përcjell një mesazh për të rinjt për sportin e Notit. Kam 10 ditë që kam ardhur dhe pothuajse bëj që në 7 mëngjesit, bëj për ditë nga 1 orë not dhe këta mendojnë se unë mund të bëj akoma një Karabron Vlorë, kam vënë program. Pasi të stërvitem, po jam e sigurt kam dëshirë ta bëj. Të la akoma një histori në jetë karrierën time sportive. Noti është një nga sportet më të bukur, po kush ka talent, të gjithë kanë dëshirë të bëjnë sport, po pa punë nuk arrihet asgjë. Dhe Noti Vlora ka gjithë mundësitë, edhe po s'ka pishinë, dhe ne këtu jemi rritur, kishim shtëpinë afër, detin afër, më merrte babai për peshkim, peshkonin bashkë, vëllezërit e mi ka qenë një nga vëllezërit ka qenë notar, dhe në fillim nuk e mendoni që do arrija kaq zëte, por nga pasion dhe dëshira, futesha që në 5 mëngjes dhe dilja në 7-8 deri 10 orë duke bërë stërvitje. Vasilika Beja është e vetmja notare në historinë e Notit shqiptar që ka përshkuar 2 herë me not distancën Vlorë-Karaburun. Në vitet e arta 1980-1990 të ekipeve sportive të flamurtarit. Notarja Vasilika Beja zë një vend të veçantë në historinë sportive të Vlorës, bashkë me notare dhe notarë të tjerë vlonjat, ndërsa pranë saj për çdo arritje ka qëndruar dhe trajneri Pablo Kisi. Gjatë takimit të zhvilluar në Vlorë ishin të pranishëm dhe figura të njohura si Sulejman Boda, Sadik Mema, Petrit Guma, por dhe emra si Alfred Troqe, Pablo Kisi, Padil Iljazi, Tom Ordano, Liro Kreshpa, Albert Mustafaraj, Piro Gjaka dhe Adem Mezini.